të shtëna me kallash në rrugën B në Prishtinë, terrorizohen banorët nga të shtënat në mesnatë, krejt çka dihet për ngjarjen që tronditi Prishtinën. Mbrëm pak para mesnatës në lagjën B në Prishtinë është raportuar për të shtëna intenzive me armë zjarre. Policia me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe dyshohet se armët e përdorura ishin të tipit Kalashnikov. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gjithsej 22 gëzhoja, 16 prej tyre dyshohet se i përkasin një armë të tipit AK-47 dhe 6 të tjera të kalibrit 9x19 mm të një pistoleta. Si pasojë të shtënave intenzive janë dëmtuar 2 vetura që kanë qenë të parkuara në afërsi, BMW dhe Mercedes. Pas marrjes së informacionit janë njoftuar të gjitha njësitë policore, si dhe është aktivizuar operacioni Unaza e Qelekt. Kontrollet në teren janë intensifikuar dhe ende nuk ka informata nëse të dyshuarit janë arrestuar. Burimet e mediave bëjnë të ditur se personat e armatosur me kallash kanë ikur në këmbë në drejtim të rrugës Prekaze, si dhe ishin të veshur me ngjyra të zeza. Rasti është cilësuar nga autoritetet si shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm. Me urdhër të prokurorit kujdestar, rasti është inicuar dhe mbetet në vëzhgime intenzive nga ana e policisë së Kosovës.